Sikur të mos mjaftonte barazimi kundër Serbisë dhe barazimi me Letonin, një tjetër goditje e madhe vjen për Shqipërinë dhe shpresat tona për të kualifikuar në botëror, ku qezindu më shanset në art për të fituar kundër Serbisë në shtëpi, me penaltin e humbur nga Rej Manaj, e teksa të gjithë ishim me shijen e idhur për fitoren e munguar kundër Serbisë, një festë e pa dërguar deri në fund në shtëpinë tonë, vjen edhe një tjetër goditje me barazimin në Letoni në transfert 1-1. Megjithatë, shanset tona nuk janë mbyllur akoma dhe finale e vërtet do të luhet në Serbi. Flasim për një finale e cila nuk lëvën për ndeshjet të tjera. Nëse Shqipëria fiton, atëherë kemi shansin ideal për të lënë pas vetes Serbinë. Nëse barazojmë, do të mbetë gjithçka e hapur për ndeshjen e fundit, ndërsa në një humbje, Shqipëria mbyllte zyrtarisht dhe matematikisht të gjitha shanset për të kualifikuar në botëror, të paktën si vendi i dytë pas Anglisë. Megjithatë, pabesia e Serbisë ka filluar me njëherë pas ndeshjes së luajtur në Tiranë, vetëm pak ditë pas atij takimi. Deri tani ishte thënë se ndeshja Serbi-Shqipëri do të zhvillohej në Leskovac për arsye sigurie, pasi serbët nuk mund të menaxhonin dot tifozët dhe huliganët e tyre në Beograd. Megjithatë, ky variant duhet harruar. Federata Serbe e Futbollit ka dalë me një deklaratë të fundit ku njofton se për ndeshjet kundër Anglisë dhe kundër Shqipërisë do të kthehen të luajnë në Beograd për të fituar ato ndeshje me tifozët, ndërsa ndeshja me Letonin do të luhet në Leskovac. Kështu Shqipëria do të rikthehet sërish në Beograd, në një stadium ku frika dhe ankthi për ngjarjen e 2014-s do të jetë më prezente se kurrë, së bashku me pafuqinë e Serbisë për të kontrolluar njerëzit e saj në stadium. Një lëvizje e tillë u paralajmërua nga trajneri i Serbisë Stojković, ku më njëherë pas ndeshjes në Tiranë, pasi komplimentoi dhe vlerësoi tifozët e Shqipërisë, tha, do të doja që edhe ne të luanim në një stadium të tillë me tifozë të tillë kundër Shqipërisë në Serbi. Për te një komplimenti, ky ishte një mesazh i qartë për Federatën Serbe të Futbollit se kërkonte që ndeshja të luhej në Beograd dhe jo në Leskovac, ku janë të pranishëm vetëm 8.000 tifozë. Sigurisht që për Shqipërinë, një fitore në Leskovac do të ishte një mision shumë më i lehtë, pasi mes 8.000 tifozëve të Serbisë është sigurisht më e lehtë se sa të fitosh në Beograd, ku atmosfera dhe vetë stadiumi gumëzhin në një tjetër mënyrë dhe ne këtë e pam në vitin 2014. Më poshtë është dhe njoftimi zyrtar i Federatës Serbe të Futbollit. Shoqata e futbollit të Serbisë informon publikun se ndeshjet kualifikuese të ekipit kombëtar serb kundër Anglisë më 9 shtator dhe Shqipërisë më 11 tetor do të luhen në stadiumin Rajko Mitić në Beograd, ndërsa ndeshja kundër Letonisë do të luhet në Leskovac. Pasi analizat e detajuar, e cila përveç aspektit sportiv, pjesës organizative, përfshin edhe konsultime me Bashkimin Evropian të Futbollit, me UEFA-n dhe në fund, ne arritëm në përfundimin se stadiumi Rajko Mitić, si objekti më i madh i futbollit në vend, do t'i ofrojë ekipit tonë kombëtar kushte optimale për të luajtur ndeshje me rëndësi të lartë, shkruan Federata Serbe e Futbollit, që mbyll kështu njoftimin dhe nga ana tjetër zyrtarizon faktin se ndeshja Serbi-Shqipëri do të luhet në Beograd dhe jo në Leskovac, për të ulur akoma edhe më shumë shanset e Shqipërisë për një befazi në tokën serbe dhe mbi të gjitha shanset tona të kualifikimit më tej për në botërorin, i cili do të ishte era e parë në gjithë historinë tonë.